çdo gjë ndryshon në Shqipëri, po dualiteti PD-PS nuk ndryshon. Pra, dhe tani, ne nuk jemi parë një parti tjetër përveç o Partisë Socialiste, o Partisë Demokratike, që o marrin pushtetin, o kryesojnë opozitën. Një si e gjykon? As politika nuk ka ndryshuar dhe as situata jonë nuk ka ndryshuar. Tani, jeta ka një evolim normal të vetin, po ka qenë minimal, dhe jemi në pikën që shqiptarëve është vra shpresa, dhe shojnë zgjidhje, edhe në uri përkas një pjesë tjetër, shojnë zgjidhje rotacionin, rikthimin në të kaluar. Tani, në këtë pikë jemi. Rikthimin të kaluar që në rikthimin të doktorit? Por partitë politike janë fosilizuar të liderët. Ky është kodi zgjedhor. Edhe sërse kemi PS PD, se njerëzit po luajnë lirshëm tani, kemi njerëz nga PD-ja kanë kaluar te PS-ja, nga Partia e Lirisë kanë kaluar prapë te PS-ja, partitë tjera këta luajnë. Këta që janë liderët nuk luajnë. Dhe jo vetëm që nuk luajnë, por dalin opozit për të rarë pushtet. Kjo pasaj është e pafaqme. Pra nuk kemi një sistem vlerash, meritokracie, ku njeriu merr lavdin e asaj që bën pushtet. Vlera kemi në javë, për shumë kemi zonë shej që ka qenë gjithmonë, pak nga pikpamja ime, dhe uroj suksese për përshallë, një politikan, një moderuar, i pamvarur, nuk ka bërë kompromise që të mbanë, ka paguar faturën për të thënë vërtetën në shumë raste, në përplasin mbaja politike, dhe shqiptarët nuk është përshëllon se nëse fletë vetë Zoti Shej për vetën vetë, po duha të them që se s'ka një rrugë të tretë, se ka vetëm një o Parti Demokratike o Parti Socialiste. Atëre, si dashi jemi bashkë kryus asaj partije, që në 10-91, njefemi, kemi qenë të ri, ume i risa i. Kjo është shërim historik, ume them gjëra praktike, konkrete. Të tip ka pasur, njeri i moderuar, njeri i ditur, e ka përcjell edhe me gjuhën popullore, si që kërkon edhe politika në çdo vend të botës, jo vetëm këtu. Problemi është që ne nuk kemi parë vlerat çfarë përcjell dashi, po kemi parë mesazhet çfarë përfitojmë nga njëri apo tjetri klan politike. Se unë i shoh plane. Se nuk dua ty në teori konspirative, do të jap kohë zotrive që janë kandidat, po ka përshtypjen se këtu është një gjë më e thellë, këto struktura nuk lëvizin. Këto struktura janë përcaktuar një herë mirë. Për sa kohë? Po se jam jo, pati një rast, për shembull kur doktori filloi foltore, u mendua që do shkatërrosh, do daravitesh një vota, do shpërndahesh. Tani thua që zotria ka mbi 300.000 votë, 350.000. Po të gjësha Olorin do për mua sistemi politik është kapur peng nga ky establishment, që t'i bim shkurt, mos i ha fjalën tjerëve, dhe për sa kohë që nuk do të ndryshoj qasjen, votuesi i thjesht, për të parë në sy të vërtetat, për të parë ndryshimin në sy, se ne s'kemi në edukat, në traditë gjatë demokratike si popull, ne votojmë gjithmonë për disa lidera, akoma nuk votojmë programet.